dhe favorizuese në favor të Beogradit zyrtar dhe operacioneve të tyre agresive dhe destabilizuese kundër Kosovës. Ky është skandali llojit të veç. Unë mendoj se mediat në Shqipëri e kanë një obligim jashtëzakonisht të rëndësishëm që t'ia sqarojnë publikut shqiptar dhe ta kërkojnë llogaridhënie nga ky skandal i pashoq i diplomacisë shqiptare dhe diplomatës së re e cila vetëm sa është emëruar për të udhëhequr diplomacinë shqiptare. Dhe fillimet e saj, them të drejtën, janë jashtëzakonisht skandaloze. Të lutem, Vudi më thuaj ku do të dalë Grenelli edhe diplomacia shqiptare që ju e akuzuat? Urdhëro? Ku do të dalë Grenelli me lëvizjet e tij nga Beogradi në New York, por sikur thatë ju i mbështetur edhe nga diplomacia shqiptare, ku do të dalë? Kush është qëllimi final? Serbia zyrtarisht pasi që ka nënshkruar marrëveshjen e saj për bashkërendim të politikave të jashtme me Moskën zyrtare, është në një përpjekje të pashoq për ta ripushtuar Kosovën. Pra, jo ndarje, ju thoni ripushtim total, jo ndarje. Absolutisht duan që ata fillimisht duan ta ndajnë copa dhe pastaj kur të jetë momenti i volitshëm edhe ta pushtojnë në tërësi ose të instalojnë satelitet e tyre partjark të cilët mund ta kontrollojnë, nëpërmjet të cilëve mund ta kontrollojnë Kosovën suksesshëm. Serbia tani është duke i bërë dëm e Kosovës të jashtëzakonshme, duke e kontrolluar kokën e leadershipit shqiptar në Tiranë, duke e detyruar dhe krijuar një bashkërendim të plot me politikën zyrtare të Tiranës kundër interesave të Republikës Kosovës. Dhe Serbia ka qenë suksesshëm duke kontrolluar Kosovën dhe duke u rinkthyer për të rinstaluar në Kosovë, për të rifituar Kosovën për 20 vite pas luftës, duke qenë se partitë tani që janë në opozitë, që kanë qenë në pushtet për 20 vite pas luftës në Kosovë, vazhdimisht kanë nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare të cilat e kanë favorizuar dhe mbështetur dhe lehtësuar rinstalimin e Beogradit zyrtar në zemër të politikës së Prishtinës në Kosovë në mënyrë që ta orkestrojnë në një moment të volitshëm rimarrjen e plotë të Republikës së Kosovës. Pra, ajo çfarë Grenell ka për mision, me sa duket, është që ta paraqes Serbinë si paqësore, si misionare, si shtet jo problematik, si shtet që nuk po krijon destabilitet, ndërkohë që vazhdimisht është e përfshirë në operacione të destabilizimit të rendit demokratik ligjor edhe kushtetues si në Kosovë ashtu edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë demokraci të renditura me aspiratat perëndimore. Ndër operacione që Serbia është e përfshirë, është shtëpi për qendrën më të madhe të spionazhit rus në kontinentin evropian, që është qendra humanitare në Nish, është shtëpi për biznesmenet dhe oligarkët rusë të cilëve u ka dhënë nënshtetësinë serbe, u ka legjitimuar ardhjen e bizneseve ruse në Serbi, nëpërmjet të cilave nënshtetësia ata pastaj kanë çasin në tregun evropian për të mielur të mirat e tregut evropian dhe për ta financuar operacionin ekspansionist të despotit rus, pra Putin. Serbia është gjithashtu duke i përndjekur aktivistët politik të cilët e kundërshtojnë dhe e kontestojnë politikën edhe leadershipin e presidentit Putin. Serbia gjithashtu është qendër e rekrutimit ballkanik për ushtarakët pro-rus që e kanë quajtur qendra Wagner kulturore në Beograd, nëpërmjet të cilës rekrutohen të rinjët serb dhe të rinj të tjerë të Ballkanit Perëndimor që duan të shkojnë në luftën ruse në Ukrainë për ta pushtuar Ukrainën. Dhe përkundër krejt këtyre operacioneve që janë verifikueshëm të vërteta, dhe përkundër faktit që politika zyrtare e Serbisë, si në nivelin diplomatik, si në nivelin e shërbimit inteligjent, si në nivelin politik, si në nivelin ushtarak e para ushtarak klandestin, ajo i ka vënë të gjitha kapacitetet shtetërore të gjitha këtyre departamenteve për ta destabilizuar Kosovën në një përpjekje finale për ta rimarrë atë,
Tirana zyrtare i qëndron nënshtruese, i qëndron miqësore pranë Serbisë. Kjo është skandal i llojit vet. Shqiptarët kudo që janë, jo vetëm në Shqipëri, duhet të vlojnë në protesta kryengritse për ta detyruar Tiranën zyrtare që të ndryshojë kohje të politikës së saj zyrtare, jo në favor të Beogradit, por në